Shkolla gjatë kësaj periudhe një javore, më thonë e ka bërë dezinfektimin komplet objektit, pastrimi gjeneral, edhe mësimi ka fillu me skenarin e rikthimit që kemi kanë të punuar dhe herën e kalume. Më thonë mësimi ka fillu në ora 7:30 normalisht si hera tjera. Më thonë procesi mësimor është u vazhdu mirë, numri i mungesave nxënësve nuk është i rritur. Për momentin nuk ka shumë numër të madh nxënësve, vetëm 2 mësimdhënës për arsye shëndetësore sot mungojnë, po sa i përket virusit asnjë mësimdhënës se kemi me pozitiv, as tek nxënësit as tek mësimdhënësit. Shkolla e ka task forcen e cila funksionon edhe takimet i ka çdo javë. Ne si task force e shkollës vazhdimisht e analizojmë gjendjen javore, po në rast se na rekomandon ministria, zakonisht rekomandat kur mësimdhënësit ose nxënësit shkojnë e bëjnë testin, ata neve na i kthejnë ato raportet, në bazë raporteve na i shohim ku jemi. Po në momentin që nuk kemi asnjë raport dhe nuk kemi asnjë person të infektuar, normal që na duhet me punu me skenarin e rikthimit, cilin jemi të punu në qëtë kohë. Në momentin që kemi ndryshime dhe numër të rritur të rasteve, atëherë ulim task forca, analizojmë gjendjen edhe bëjmë ndryshime edhe në skenare.